që me thonë me respekt, s'u pengon, me t'jap një kompliment kështu. Ama nëse ngacmojnë kështu për masa ose me funa sem pa lidhje normal. Kështu që këtë po bën ma to, por atje ma po jesin me çato mendimet që i kanë kështu gjenerata më të vjetra se dojnë miru traditat. Me vjerë vetë. Aha. Kisha preferu vetë drejtë me thonë. Menoj që nëse janë mirë shëndet, i kanë kushtët, është mirë se cili banesën e vetë. Që shumë ka ardhur modë, shumë më bën ndërhyrje në vete. Se do për me vajza që janë shumë të bukura, mendoj që shumica si kanë nevojën për me bë kaq shumë ndërhyrje. Nga Gjermania. Që kena Gjermanin? Urna? Që kem Gjermanin? Super, mirë. Cilën vend jetoni në Gjermani? Afër Bazelit, afër Zvicrës. E të një familje atje? Po, me familje. Sa vite jeni atje? Atje kam lind. Ki lind atje? Sa mirë gjonë qipe e flet? Po, kam jetu edhe në Kosovë. Sa ki jetu në Kosovë? Jom shku në shkollë dhe në klasën e 8. Do me thonë atje jam lind, tani jom rrit në Kosovë, ta me 14 vjetë apë në Gjermani. A ma mirë Kosovë në Gjermani tash? Okej, drejtë me tregu, është dallim i vështirë, ama jom adoptu me jetu atje, po si me orën pushim si në Kosovë s'ka. A, për pushim pa në Kosovë? Po. Jetu? Me jetu atje. Ma mirë, a? Ma pak ma shumë regula, kështë ma qetë. Qka është ma mirë të regona atje se këtu? Menoj që për siguri kështë, për siguri për shembull shëndetësore, për siguri të punës, për çdo sene se për shembull atje mos me hu punën atë, apo të keni siguri, e këtë në Kosovë është ma ndryshe, ma pasigurt. Të njerëz na bëni krahasim? Të njerëz ma mirë në Kosovë se këtë janë ma të hapur, ma të mirë, me thosë atë janë shumë të ftoftë njerëz. Pa nëse të pyes a je martuar? Jo. Single apo? Single. Jo, shumë mirë. Peshoj ke më duhet, a? Ha? A peshojën? Ta mund single ma fri. A është ma mirë që të po me qenë single? Besoj që ka. Peshojën që të kohën jetës të ndë mas mirë, ti po du me thonë me një fjallë. Po, në shijoj gjithë jetën që me thonë maksimum. Besoj që ka edhe pro dhe kontra. Dhe nëse ki personin e duhur, besoj që është edhe më kanë lidhje mirë. Po. Ki doshtë në herë e ka njërën të ndë? A ki doshtë dikon a herë njërën të ndë? Njerës po, ama që me thonë kështë dashnit ma dhe jo. Simpati? Simpati besoj që çdo njeri ka. Çdo njeri ka. Po. Po. A kështë marrë një djallë që jeton në Kosovë tu, apo jashtë Kosovë, që është shqiptar, po jashtë në Gjermani? Që li kështë gjemë në përpara? Besoj që ishën varë të persone. Persone? Po. Si pjatyne që duhet gjithëqysh me marrë që jeton atje? Jo gjithëqysh, jo. Varet, nëse është në varet e personit që është. Besoj që ka për shembull atje persona që jetojnë atje, po me mendime janë këtë ndryshë ose këtë mbrapa, apo ka këtë që janë të hapur kështë mentalitetin që kanë të mirë. Besoj që në varet e personit, s'ka dame. Në Kosovë, sa të qenë? Po thëmë edhe atë në varet. Po, shtash kur atë në gjallë të mirë. Po, besoj që qëta ditë kështë, si vajza shqiptar, si djemë shqiptar, të kalon ajo në rrugë që është i bukur atën. Kështë sa marrë fjallë për e djemëve, ngacmime fjallë. A të ngojnë këto? Nëse folin mirë, që me thonë me respekt, s'u pengon, me t'jap një kompliment kështë. Ama nëse ngacmojnë kështë, për masa ose me funa sem pa lidhje normal. Besoj që çdo vajzë si pengon, ose po. Ka do të herë i buri martun me të ngacmo ose një fjalë talë që? Tash se dia u koni martu ma mo, besoj që çdo vajzë i ka ndodhë, po. Ato veç e njëron edhe ikë për para. Që merresh me to, a? Si avlen më mirë. Se veç që i kushton kohë, edhe ati duket vetë që ndoshta me rëndësi kështë. Po. Tash për të bënë një krahasim apo tash një krahasim apo. Po. Si shek këtë relacionin e tjemve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë. A janë pak më ndryshe sa këtu në Kosovë. Se përgjithësi kem pak më xheloz atje. Si sheti. A mendoj që atje pak më përpara janë më shkoj se këtu. Mendoj që ndoshta bile këtu ja ka nis më bëma përpara sa atje. Se ka mendimin që atje gjemë që jetojnë ose përgjithësi njerëzit, kështë që qenë rrit atë që qenë lind, ma dojnë me iru tradicionet, atje nuk
dojnë miru qëto tradicionet që i kanë tradita. A këtë ma këqyrin me arrit, mu bo ma të hapën. Për menimin tem, është pak të ndryshu që këtë po bon ma të hapër atje ma po jesin me qato mendimet që i kanë kështë generata ma të vjetra se dojnë miru traditat. A kishe pas që tradita mi mbajti? Pengojnë qëto të që kjena? Do po do jo. Qka për shumë të tradita këshe? Së më bjen men qëta është amo... Për menimin tem është një mekë si mirë kështë. Aden. Do tradita mi mbajt, për njeri do të pak më zhvillum me jesë për para. Për shambët? Bjarë, a kështë pas dhe shimi e tu? Me vjerë vetë. Në djallit? Aha. Si shpengu të rikora drejt? Kisha preferu vetë drejtë me thonë. Se vetë? Nëse ata ishin kontri, kishin mujtë më kujdes për vete, kisha mendu që ma mirë është qëto qëtë me pas privat sferën e vetë, nuk do me thonë largu këtë largë ty, në adin, apet me mbajt një afirmim e ta, ama ndryshe ishkon puna nëse ishin kont vjetër, s'kishin mujtë më kujdes për vete, atëherë s'kisha pas shafa sprinte me milion vetë, apo kupton. Qata, menoj që nëse janë mirë shëndet, i kanë kushtët, është mirë se cili banesën e vetë. Se këtu më shumë kanë dëshirë, i doj nuset me najtë. Pra ato tani se kalojnë mirë. Më ndodhë që sa ma shumë rënë bashkë, atën, po besoj, unë për vetë kisha preferu, besoj, ma shumë vetë, po nëse qysh tash, nëse s'kishim mujtë më kujtej, se kështë të më kështë pengu varët edhe ajo njerës mira, jo ata lojnë apet distancën tonë e venin tonë kështë. Po shkar është të aklicit, to është rikusht, ose mu, ose pranon në tam, ose ndryshe s'ka. Shë kishe pranu që to? Po të të menon? Shumë fyqe hipotika. Për që shtë pak me spesë, që kam, që shumë këtë rast. Kisha këqyrë, që shë puna, që shë lidja me nanën e ti e kështë. Apo bon, vjetë me ta? Po. Nuk i dijet. Se dijet. Se ka dhe pro, për shambull kur ki fmi që ndimojnë me fmi nëse ti punan. Se është penges, Bjara? A më dhe me qenë penges në qift? Më me qenë edhe ndim edhe penges. Penges qka për shambull? Raport me qiftin? Nëse për shambull nuk e kitje atë lirin ose me vendos qysh po do me kalu vikendin, adin. Jo, ose të të me nejnë shpjo, ose këna me shku aty, këna me kamarë kështë. Ose atë që kime bu bukën, ose më së shko. Qashtë. Po. E cili band i Kosovës tja e? E Prishtinës. A, Prishtinës. Po. Me qëra fjalla, cili band ma bukur djem t'i ka në Kosovë, që të Prishtinë, po i shojmë na atë. O, drejt me thonë sa vinë Kosovë, jo ma shumë Prishtinë, kështë që po thonë Prishtinës. Prishtinës po të? Qa i kom po ma shumë të tash. Po. Ka diqka të femra që kështë tash me ndryshëm Kosovë që të pengon? Po të andë, që generatë jotja? Nashta... Okej, ndoshta murrej nëse e thëmë këta, mo pengon që shumë ka ardhë mod shumë më bëndër hyrje në vete, se do për me vajza që janë shumë të bukra, mendoj që shumica si kanë nevojën për me bo ka shumë dërhyrje, që ta kësha ndru tjetër. Dhe më thonë një kundër dërhyrjeve estetike që i bëj? Nëse pengon njëri shumë diçka po, atë mund gjë mirë le të bëhen, ama ta shu bësh shumë normalitet që edhe pa pos nevojë edhe pa e diku dika nëse adin pa e pengu, apo të bën veç pse është norma e shoqënismi pas buse trasha se hunën e vogla dhe apo të bën e pa pas nevojë. Për që të po qashto, unë jam pa kundër këtyne trend, apse menoj që së shumë shambull një mirë për generatat më të reja. A ka ma shumë këto ndërhyrje se atje që është? Po. A më në duke një famën e bukur dhe pa ndërhyrje se që ke? Po, normal. Shambull. Hajkara. Jo. Falim tere. Ka ma natural, gjithë shka. Orna? Ka ma bukur se natural. Qashto, po. Gjithë shka original. Gjithë shka original. Krebi fundi mesazh gjitha femrave, që e kështë thonë? Shil, që e kështë. Dua jeni vetër mas pare, edhe me investu në të ardhmen e tyne, në karrierën e tyne, mu zhvillu personalisht në karrierë, në gjitha aspekt jetës, po. Të rëna pushime sa më të mira në Kosovë, kënaq që shio, sa kemë nëjtë? Sot nisna. Sot nisësh? Po, po. O ti në barë? Faleminderit. Të më të mira suksese mas pari ty? Faleminderit. Shumë kënaqësi që bisedum. Faleminderit.